Ditët e nxehta po afrohen, secili prej nesh e ka menduar të paktën një herë ku do të ikim për pushime verore. E kujt nuk do t'i pëlqente të gjitha këto t'i gjenim në një vend ekskluziv. Është pikërisht kompania turistike Savators, e cila ofron aranzhmane të shumta turistike, përmes së cilës mund të vizitojmë vendet më atraktive në këtë stin të nxehtë të verës. Në eventin e kompanisë turistike Savators ishin të pranishëm shumë fytyra publike nga Shqipëria dhe Kosova, për të përkrahur rrugtimin e saj edhe në Kosovë, pas suksesit si kompani turistike në Shqipëri. Në këtë event nuk munguan asmiq e bashkëpunëtor të Savatorsit. Mbrëmja e këtij eventi u hap nga moderatori Labinot Gashi, duke pasuar nga fjalimi i themeluesës së kësaj kompanie, Sava Bardhi, e cila ishte shumë i lumtur me pjesëmarrjen e shumë të miqve të bashkëpunëtorëve të kompanisë së Savatorsit. Ardi Gjebreja, i cili ishte prezant gjatë këtij eventi dhe një bashkëpunëtor i Savatorsit, që nga dita kur është krijuar kjo kompani, uroi për suksesin edhe në Kosovë të kësaj kompanie dhe zbuloi se udhëtimin e radhës do ta bëjmë me Savatorsin pikërisht në ditën e ditëlindjes së tij. Unë me Savën kemi shumë vite që bashkëpunojmë, që në momentin që Sava është krijuar. Dhe udhëtimi i parë që do bëj me Savën është për ditëlindjen time. Në 7 qershor do shkoj dhe do të kaloj 5 ditë me familjen. Dhe do të shkoj në Turqi në një hotel që unë e preferoj shumë, në Gyral Premier, është një hotel fantastik. Dy çifte u përzgjodhen që të udhtojnë drejt Rivierës turke, e që fatin patën humoristi Sevdaj Radogoshi bashkë me bashkëshortën e tij dhe këngëtarja Shkurte Gashi, i cila për partner zgjodhi fotografin Veton Osmani. Kina planifikuar më shku një qetë ardonishit në Gjakov, se kina kushtet për det. Pra, faleminderit që morëm çmimin për det, nëse shkojmë për det i marrim parët. Faleminderit edhe një herë Savatorsit për këtë mundësi. Ky event bashkë me muzikën, pije dhe të pranishme zgjati deri në orët e hershme të mëngjesit.